ekziston në subkonsciencën e shqiptarëve është e pandryshueshme. Besoj se kjo është edhe në ADN-n e çdo shqiptar. E qartë, unë si vizion e kam qartë, po a e pengon kjo funksionimin e shtetit të Maqedonisë së Veriut? Sepse është shtet i veçantë. Absolut. Apo e plotson atë? Absolut jo. Shifni, divergjencat në çdo shtet, sa më shumë etni jetojnë, aq më e madhe është pasuria e atij shteti. Dhe maqedonasit, unë mendoj se e din ato të cilët janë racionale, a ka plot të tillë që janë racional, të cilët e kuptojnë se bashkëjetesa mes shqiptarëve dhe maqedonasve është çelësi vetëm për suksesin edhe për funksionimin e shtetit, dhe për funksionimin e mirëfillt të shtetit. Sepse nuk do kishte. Sepse shqiptarët bëjnë edhe tifo, sepse gjysma e lojtarëve të reprezentacionit të Maqedonisë janë shqiptarë. A bëjnë tifo shqiptarët e Maqedonisë për Maqedoninë? Bëjnë, po jo si për Shqipërinë edhe për Kosovën. Po do të thotë ata lihen keq ata futbollistë? Jo, shqiptarë. Plot shqiptarë bëjnë tifo, normalisht aty ka lojtarë edhe shqiptarë, po. Ka. Absolut. Ka pra. Plot. Bëjnë normal. Po emocionalisht normalisht më shumë bëjnë për Shqipërinë se sa për Maqedoninë, po bëjnë tifo edhe për Maqedoninë. Nuk është e vërtetë se nuk bëjnë tifo për Maqedoninë. Maqedonia, nga samiti i Selanikut si çështje e fundit për ta diskutuar, sepse po shpresoj që do të kemi raste dhe të bëjmë biseda edhe në Shkup edhe në për vende tjera në Maqedoni. Maqedonia i kishte qenë lokomotiva e procesit eurointegrues nga samiti i Selanikut, fillimi i vitit 2000. Por më vonë, nëse i referohem 25 vite më vonë, ose 24 vite më vonë, 24 vite nga lufta, më pak nga samiti i Selanikut, Maqedonia mbetet vagoni i fundit i trenit për në bashkimin evropian. A ka faktor që mund ta zhbllokojë këtë situatë dhe a mundet dikush, një faktor i jashtëm eventualisht, të ndërhyjë në këtë siç ndodhi me NATO dhe në çështjen e Greqisë, në zgjidhjen e çështjes së emrit? Zoti Taravali. Kosovarët më shumë e njohin ish Jugoslavinë, bashkë Shqipëria është shumë më rënd të sqarohet kjo. Badinteri në fillim të viteve 90-ta, kur u bë zhbërja e Jugosllavisë, vlerësonte se Maqedonia dhe Slovenia janë republika të cilat të parat mund t'i bashkangjiten Bashkimit Evropian. Dhe sot, mbas 33-4 vitesh, konstatimi është se Maqedonia mbetet e fundit. Bile Bullgaria është më anëtare, këto jashtë Jugosllavisë, e Shqipëria, e gjitha republikat, asocim stabilizimin e para e nënshkruajti Maqedonia me Bashkimin Evropian. Përveç Slovenisë dhe Kroacisë. Ajo është në 9 prill të vitit 2001. Dhe sot, mbas 24 viteve, konstatojmë se Shqipëria për 2-3 vite maksimum, bëhet ose 4 vite, antare plotfuqishme, gjithashtu Malizi, dhe ne mbetemi në grupin me Serbinë, Kosovën dhe Bosnjën dhe Hercegovinën, që është trishtuese. Prej ish republikave bashkë me Sloveninë, mandej shumë shpejt duhet të antarësohet dhe tash je e fundit. Dhe kjo është shumë shqetësuese. Çfarë ndodhi? Pse ndodhi? Këtë duhet më shumë të analizojmë politikanët Maqedonës, të shpresojmë racionalitetit të mbisundonte sidomos të politikanët Maqedonës, sepse politikanët shqiptarë se kanë as pak të lashkët, janë të vetëdijshëm se duhet bëhen ndryshimet kushtetuese, po duhet t'i inkurajojmë politikanët Maqedonës që të bëhet ky hap, që të bëhet kjo, që të bashkangjitemi bashkë me Shqipërinë, ta hecim rrugën evropiane dhe të shpresojmë që në vitin 2030 zbashku Malizi, Shqipëria dhe Maqedonia të bëhen antare të plotfuqishme të Bashkimit Evropian, që është në interes edhe të shqiptarëve, edhe të maqedonësve, edhe të gjithë qytetarëve që jetojnë në Maqedoni. Unë kam shprehur një shqetësim në zgjedhjet prezidenciale vitin e kaluar, në 2024, kam thënë s'kisha desh që Maqedonisë t'i ndodhë skenari vitit 2008, kur ishte konferenca në Budapest. Kur presidenti... Në Bukuresht, kam përshtypjen. Bukuresht, kur presidenti Amerikan doli, atër ishte Bushi, tha që të nesërmen Maqedonia, Kroacia dhe Shqipëria bëhen antarit e NATO-s. Dhe të nesërmen kishte veto prej Greqisë dhe Maqedonia nuk u bë antare e NATO-s, mandej duheshin 10 vite të ardhshme, 2018 të bëhet edhe shumë procese të antare e NATO-s. Vitin e kaluar kam thënë,
s'kisha desh të ndodh